Falenderoj të gjithë qytetarët që e shfrytzuan të drejtën për të zgjedhur në mënyrë demokratike kryetarët e komunave në 18 sosh në këtë raund të dytë apo në balotazh. Lëvizja vetëvendosje është hera e 4 që merr pjesë në zgjedhje lokale. Herën e parë në vitin 2013 kemi fituar një komunë, herën e dytë në vitin 2017 kemi fituar 3 komuna, herën e tretë në vitin 2021 kemi fituar 4 komuna. Dhe në bazë të dhënave që i kemi marrë nga komisionerët tonë, kësaj radhe kemi fituar në 7 komuna. Kjo është një sukses i lëvizjes vendosje. Natyrisht që kemi synuar edhe më shumë se kaq, por më lejoni që të përgëzoj 4 kryetarët e komunave që kanë qeverisur në këtë 4 vjeçar të kaluar, Podujeva, Shtimja, Kamenica, së cilave u bashkua edhe Gjilani sonte me një fitore të madhe. Por përveç kësaj është e qartë që kemi fituar edhe në Mitrovic dhe kemi fituar edhe në Fushë Kosovë dhe në Obiliq. I falenderoj kandidatët tonë, ekipet e tyre, shtabet zgjedhore dhe aktivistët tonë, të cilët kanë pasur një betejë të jashtëzakonshme, meqense në të gjitha këto raste, të gjithë të tjerët janë bashkuar kundër vetëvendosjes. Pra vetëvendosja është ballafaquar me të përbashkëtën e tyre, e cila është një situatë pa precedent në historinë politike elektorale të Kosovës. Andaj ky është një sukses i vetëvendosjes dhe i qytetarëve. Ne i përpresim rezultatet ende nga komunat e tjera. Me siguri që do t'ju drejtohemi sërish kur t'i marrim ato, mirë po tashmë duhet të shkoj me nxitim në tubimin festiv, së pari në Fushë Kosovë, pastaj në Kastriot e mandej natyrisht në Mitrovic. Faleminderit shumë. A jemi gati gjithë? Atëherë të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, dashur aktivist, përfaqësues të mediave, miq e bashkëpunëtor, sonte Republika e Kosovës foli me votë, me besim dhe me qartësi, foli në emër të shpresës, të qetësisë dhe në emër të punës, foli për te zhurmës, për te fyrjes, për te ndarjes, dhe mesazhi ishte i qartë: Kosova sot kërkon maturi. Lidhja demokratike e Kosovës, shtëpia e madhe e qytetarisë, sot ka fituar. Kemi fituar me ndeshmëri, me përkushtim dhe me njerëzit më të mirë që ka ky vend. Kemi fituar me qytetari, me ide, me punë, me përkushtim. Kemi fituar sepse qytetari i Kosovës e kuptoi qartë dallimin mes punës dhe fjalës, midis dinjitetit dhe arrogancës, mbi gjitha midis shpresës dhe frikës. Sot LDK e shpall fitoren në kryeqytet, Përparim Rama është kryetari i Prishtinës edhe për 4 vite të ardhshme. Përparim Rama dhe LDK kanë marrë 51.5% të votave të numëruara, gjitha votave të numëruara në Prishtinë, apo 47.000 votues i ka dhënë mbështetje kandidatit tonë dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kemi fituar pranë Prishtinë, aty ku fjala, puna dhe kultura qytetare janë shenjë e identitetin tonë politik. Prandaj i ftoj fillimisht dhe juroj gjithë qytetarët e Prishtinës, por i ftoj në festën e madhe të kryeqytetit sonte nga ora 21:30 në sheshin Ibrahim Rugova, sheshin Skënderbej. Le të fesojmë me dinjitet siç na takon ne, le të fesojmë për Prishtinën dhe këtë fitore të madhe që kam rrit tani bashkarisht. Por dua të them se kjo fitore nuk është vetëm e jona, nuk është vetëm e LDK-s. Është fitore e qytetarit që kërkon dinjitet në jetën publike. Është fitore e njerëzve që duan zhvillimin e jo propagandën, që duan qetësinë e jo urrëtitjen, që duan shpresën dhe jo frikën. Është fitore e Kosovës që refuzon përçarjen dhe zgjedh unitetin kombëtar. Për këtë jemi krenar të gjithë, për këtë mburremi të gjithë në LDK. Dhe sonte në këtë konferencë të shtypit të parën dhe të fundit, shpallim fitoren dhe në këto komuna.
Në Pej me Gazmend Muhaxherin me 61% mbështetje. Në Viti me Sekol Halitin me 52% mbështetje. Në Dragash me Bexhe Gjeladinin me 60% mbështetje. Në Junik me Rushdisheun me 60% mbështetje. Pra sonte LDK fiton në 5 komuna, fitojmë pra në Prishtinë, fitojmë në Pej, në Viti, në Dragash e në Junik. E në rundin e parë kemi fituar edhe në Lipjan, edhe në Istok, duke dërguar numrin e gjithë mbashëm të komunave ku LDK udhëheq në plot 7 sosh dhe kështu vendosur qartë LDK si partinë me numrin më të madh të komunave që qeveris nga këto zgjedhje lokale. Dhe sonte dua t'i drejtohem me plot mirënjohje të thellë se cilit aktivist tonit, se cilës vajzë, se cilit djalë, burrë e grua, se cilës familje, që për javë të tëra kanë lënë çdo gjë anash për të bërë pjesë e këtij rrugtimi. Ju që ecët derë më derë, lagje më lagje, qytet më qytet, ju që e mbajtët flamurin ton me plot dinitet, ju jeni shtylla kryesore e fitores sonë. Prandaj ju them se fitoria sotme është fitore e juaja, është shpërblim i punës dhe angazhimit tuaj, i përkushtimit dhe mbi të gjitha besimit që keni ndaj nesh. Por sonte dua t'ju flas dhe atyre që nuk na kanë votuar. T'u them se demokracia është për të gjithë dhe Kosova është e të gjithëve. Këtë republikë asnjë qytetar nuk duhet të ndihet humbës, sepse zgjedhjet ndajnë e na ndajnë vetëm për një ditë, pas saj na bashkon një qëllim i përbashkët, mbi të gjitha një përgjegjësi e madhe për ndërtuar Republikën e Kosovës. LDK nuk fiton asnjëherë për ndarë, LDK fiton për të punuar e për të bashkuar. LDK nuk njeh qytetar të ndarë në ngjyra e flamujt partijakësh, ne njohim vetëm qytetarët e Republikës Kosovës, të barabartë me dinitet, mundësi dhe në ëndrrën e përbashkët që e kemi për këtë republikë. Çdo komunë ku kemi fituar, ne do të kemi qeverisje për të gjithë qytetarët, sepse për ne qeverisja është përgjegjësi e jo privilegj. Është detyrë për dëgjuar dhe sidomos dëgjuar ata që mendojnë ndryshe nga ne, për ndërtuar bashk, për tesur bashk dhe me ata që nuk pajtohen me ne. Prandaj sonte dua të them qartë dhe zëshëm, deri sonte fituesit tonë ishin kandidat vetëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, nga sonte këta fitues janë kryetar të gjithë qytetarëve të komunave tyre. Kështu e kuptojmë ne politikën, kështu e kuptojmë ne demokracinë. Dhe në këtë frymë, sonte fitoria është e të gjithëve, është thirrje për punë, për përgjegjësi dhe për dinitet. Sepse qytetarët nuk kanë nevojë për heroizma, qytetarët kanë nevojë për punë dhe shërbim. Nuk kanë nevojë për armiq, kanë nevojë për partner, nuk kanë nevojë për fjalë të mëdha, kanë nevojë për vepra të ndershme. Dhe sonte Kosova ka bërë një hap përpara drejt normalitetit, për të cilën LDK janë burrë të fortë, drejt një qeverisje që punon, që dëgjon, që respekton, drejt një vendi ku fjala shtet dhe fjala dinitet kanë kuptim të thellë e të përbashkët. Dhe ky është misioni ynë. Dhe në këtë mision do ta shohim përpara gjithherë sa herë që LDK bën garë. Ju faleminderit gjithëve për besimin, për përkushtimin dhe për durimin tuaj. Urime fituesve, urime dhe të tjerëve që nuk kanë fituar deri më tani, urime për garën e dinitetshme, urime gjitha qyteteve që fitoria shënon qytetarin, e mbi gjitha urime Republikës Kosovës për një natë shprese dhe për një fillim të mbar të Republikës Kosovës. Edhe njëherë, ju faleminderit për gjithë angazhimin e madh, ju faleminderit për punën e jashtëzakonshme, ju ftoj gjithëve në festën e madhe në ora 21:30 në sheshin Ibrahim Rugova dhe sheshin Skënderbeu. Dhe në këtë moment ja kaloj fjalën kryetarit të tashëm dhe të ardhshëm të kryeqytetit Përparim Ramës. Përparim. Faleminderit shumë për këtë dashni të madhe e dashura Prishtina ime, qyteti i zemrës time. Faleminderit.
Faleminderit. Sonte është festa e qytetit ton, festa e shpresës, e unitetit dhe e demokracisë. Sonte festojnë të gjithë qytetarët e Prishtinës, pa dallim bindjesh, sepse ka fitu vullneti për zhvillim, për unitet dhe për qytetari. Kjo është fitoria e pjekurisë së Prishtinës, që thot Prishtina zhvillohet vetëm kur e ndërtojmë bashk, sepse Prishtina është e të gjithëve. Sot fitoi qytetari që kërkon bashkëpunim, jo bllokim. Fitoi kultura demokratike mbi kultin e individit. Fitoi dinjiteti, uniteti dhe civilizimi politik i këtij qyteti. Kjo është fitoria më e madhe që mund të ketë një kryeqytet. Me përullësi, ju falenderoj për besimin tuaj të dhënë. Vota juaj më nderon, por edhe më ngarkon me përgjegjësi të dyfisht. Ju falemnderoj nga zemra për maturinë, për energjinë dhe për dashninë për qytetin tonë. Faleminderit. Dua të njëjtën kohë ta përshëndes edhe kundërshtarin tim politik dhe e ftoj të reflektoj me frymë qytetarie. Prishtina ka nevojë për bashkëpunim, jo për bllokim. Qytetarët nuk meritojnë pengesa, por punë të përbashkët. Sot qytetari ka folë dhe fjala e tij është vendim. Prishtina ecën për tej. Prishtina është qytet që nuk e pret të ardhmen, por e ndërton atë. Qytet që kërkon mundësi, jo lëmosh. Qytet ku politika ka vetëm një detyrë, t'i hap rrugën zhvillimit. Prandaj, sonte vazhdojmë marrëveshjen e besimit midis nesh. Do të punoj me gjithë zemër për secilin qytetar, për çdo lagje, çdo familje, do të punoj për Prishtinën që zhvillohet, që unifikon dhe nuk ndalet. Dhe për fund, dua nga zemra t'i falenderoj të gjithë aktivistët, vullnetarët dhe secilin njeri që ka dhënë kohën, energjinë dhe dashninë për këtë fushat, e po ashtu edhe Kristalen, zemrën time. Faleminderit zemër. Ju jeni fryma e kësaj fitore, njerëzit që e quan Prishtinën për tej me energjinë dhe me përkushtimin tuaj. Faleminderit shumë Prishtinë për besimin dhe për qytetarinë. Kjo fitore është e juaja sepse kryeqyteti është i të gjithëve. Bashk Prishtina ecën për tej. Bashkohuni me neve në orën 21:30 në sheshin Skënderbej, Ibrahim Rugova, e miru pafshim. Faleminderit shumë. Faleminderit. Para pak minutave, me qënë se ta shëmbu edhe të ditura rezultatit për para vana të qëtës, le të Gjafer, a i ka hunë, dhe sa në një video që është përnare një koncepcione, po thuhet se a i ka dhënë drejshë që i krejtë të tila para delegatë. A kemi se Jo, nuk kemi ndjeni për zhvillimet e tilla, por edhe njerë po themi, kemi garuar në 9 komuna, sonte kemi fituar 5 sosh, jo të gjitha, dhe në raundin e parë kemi fituar dhe 2 të tjera, që do të thotë se në gjithsej kemi 7 komuna të fituara, përfshirë dhe kryeqytetin që është në garën elektorale që e më rëndësishme. Shqone, me dëshirë do të fitonim gjitha komunat, këtë herë kemi fituar 7 përfshirë dhe Prishtinën. Natyrisht që në disa komuna provohet
angazhohet, vjen një kohë në mënyrën më demokratike të ndryshoj edhe qeverisja dhe s'është fundi politik. Besoj që kandidatët tonë duhet ndihen shumë krenar për fushatën e bërë, për angazhimin e bërë. I përgëzoj të gjithë një nga një, gjithë ata, edhe në Fushë Kosovë, edhe në Opiliq, edhe në Gjilan, edhe në Suarek, si që përgëzoj të gjitha ekipet tona dhe në raund të parë, jo të gjitha kanë arritur rezultatet që kemi dëshiruar, por në përgjithësi, LDK-ja ka një rezultat të jashtëzakonshëm në një garë shumë të vështirë elektorale në Kosovë dhe ka fituar me plot dignitet, me plot bindje, një garë të rëndësishme elektorale. Nisur nga Prishtina, vazhduar në Pej, në Istog, në Lipjan, në Viti, në Dragash, në Junik, pra janë fitore thelpsore të lidhjes demokratike të Kosovës, me të cilat tani duhet të shohim dhe frymën e ardhshme që po na vjen në politikë, e që është frymë e punës, angazhimit, qytetarisë dhe dinjitetit. Jemi të lumtur që Prishtina ka folur e para, i përshëndesim gjitha komunat gjithandej Kosovës, i falenderojmë nga zemra për punën dhe angazhimin e madh që kanë bërë, na kanë bërë krenar të gjithë, le të vazhdojmë të punojmë për qytetarët e Kosovës tani. Ne në Prishtinë kemi pas mbështetjen e qytetarëve të Prishtinës. Pra kjo është me rëndësi. Në Prishtinë kemi kërkuar dhe kërkojmë mbështetjen e qytetarëve të Kosovës. Mos e harroni një fakt shumë të rëndësishëm. Në Prishtinë, LDK dhe Përparim Rama janë të parët, si në për asamble, ashtu në raund të parë dhe në raund të dytë. Prishtina ka reflektuar e para dhe për këtë na ndihemi krenar. Pra të dalë LDK-ja e para si parti në Prishtinë është rezultat jashtëzakonshëm, sepse në kryeqytet nisin ndryshime të mëdha dhe në nivel nacional. Urdhroni. Unë kam shpreh këtë edhe më parë, jam I gatshëm të bashkëpunoj me të gjithë të cilët I bashkojnë vizionit tonë transformues. Është një projekt I madh të cilin e kemi filluar qysh para 4 vitesh, tash po e vazhdojmë dhe I falenderoj nga zemra qytetarët për besimin që ma kanë dhënë prap. Prandaj po them I ftoj të gjithë që të na bashkohen, ta bëjmë një asamble të fortë, të fuqishme, që nuk na ndal për projekte transformuese për të mirën e gjithë qytetarëve tonë. Tash koha është vetëm për pak fest. Dhe për falenderem ndaj gjithë atyre që kanë punuar fort për këtë fitore, na lejoni sonte të festojmë në mënyrën tonë. I ftoj qytetarët të jenë të kujdesshëm, dinjitetshëm, është fitore të gjithëve, gëzuar Kosovë për një proces demokratik, e më pas shihemi nesër me vendime tjera. Ju falenderoj shumë.